طالب العلم خذ من نظمي الدرر واسمع لنصحي وانقل عني الخبر ما دمت تطلب هذا العلم مجتهدا فاخشع ولا تك كالغاوين مفتخرا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Vllazit të nderuar, jemi tek libri Ibn Qayyimit al-Jauziyja rahimahullahu taala. Zadul Maad, kemi arritur tek ka disa lloje të dashurisë. Jemi duke folur për marrëdhëniet intime, domethënë në kapitullin e marrëdhënieve intime, kemi arritur tek disa lloje të dashurisë. Më e mira dhe më fisnikja është dashuria për hir të Allahut subhanahu wa taala. Dhe të çdo musliman, besimtar apo besimtare, duhet mbizotroj dashuria ndaj Allahut subhanahu wa taala. Nëse nuk mbizotron dashuria kundrejt dashurive tjera të krijesave, që fatkeqësisht edhe tek disa gratë kjo është prezente, për shembull, po e zon. Nëse ti ja përmend gruan e dytë, ajo e ka të lidhëm, gruaja e parë zemrën e kon me burrin e vet. Nëse ti e lidh zemrën tënde dhe dashuria mbizotron e Allahut subhanahu wa taala para krijesave, e ki ma të letë pastaj çështjen. Ja ka leju Allah, u kërpuna, qka? Pse me lidhish zemrën me burrin? Burrin këtë dynja bëj vetëm mjet. Nuk o qëllim. Qëllimi është kënaqësia Allahut subhanahu wa taala. Nëse ki mbizotrim të dashurisë ndaj Allahut subhanahu wa taala, këto tjerat pastaj vinë vend. Të tjerat janë 2, 3, 4, 5 e kështu me radhë. Atëherë çfarë po thotë? Më e mira dhe më fisnikja është dashuria ndaj Allahut subhanahu wa taala. Thot dashuri me natyrë tjetër është ajo që lind nga dikush që synon me arrit diçka, me zotru diçka, me arrit pozitë caktuar, me arrit pasuri të caktuar. Dhe kjo është dashuri e përkohshme. Kur ta arriti qëllimin, atëherë çka? Humb dashuria, apo? Nëse ti e don një vëlla për interes, kur ajo dashuri ndërpritet? Në momentin kur interesi ndërpritet. E ki për shkak të paros një vëlla, kishe hajt pedu për hir të Allahut, momentin kur ndërpritet paraja, ai bëhet kush e kush s'ka njoft. Do thonë nuk është dashuria për hir të Allahut subhanahu wa taala. Që kjo neve që po na mbledh, apo na mbledh parja këtu, s'po na mbledh. As njëri shoqi s'pjapim parë. As interes dynjojës nuk kemi. Mirë, po cili është interesi? Veç me arrit kënaqësinë Allahut subhanahu wa taala. Që kjo është qëllimi ynë. Thot çfarë është dashuri materialiste, e cila zhduket thot menjëherë kur të përmbushet qëllimi i saj. Dikush thot dashuria që vjen si pasojë ngjashmërive mes palëve nuk humbet asnjëherë, veç po të ketë ndonjë shkak që e bën atë të zhduket, te ky lloj futet edhe pasioni, sepse ai është dashuri që prek njerëzit shpirtin dhe zemrën. Po ashtu dikush mund të pyes, me që shkaku thot i tërheqjes qenë ka ai që thoni ju, pra lidhja dhe përshtatshmëria mes shpirtrave, atëherë përse kjo dukuri nuk është gjithmonë reciproke nga të dy anët? Ndonjëherë dashuria është e njëanshme. Ka raste për shembull, nuk ka dashuri reciproke të dyanshme. Njëri e don, ky tjetri s'e don. Kur është dashuria reciproke është më e fuqishme, apo? Thot përgjigjja është se janë disa faktorë. Dashuria e njëanshme është me 3 shkaqe. Domethënë është pasojë prej 3 shkaqeve. Nëse 2 vllazni duan për hir të Allahut, u kry puna. Nëse dashuria është e njëanshme, atëherë çto 3 shkaqet janë. Cilat janë këto 3 shkaqet? Shkaku i parë thot mangësia në dashuri, e cila është kalimtare dhe jo reale. Në këtë rast mund të ndodhë që pala e dashuruar mund të ndjejë neveri për palën që e dashuron. Një, e dyta, shkaku i dashurisë së njëanshme mund të qëndrojë te vetë personi që dashurohet, si për shembull te sjellja, forma, udhëzimi, veprimet, paraqitja e tij anejkni, ti e don për shkak të sjelljes, po ai ty s'don se ti s'ki sjellje të mira. E treta, thot mund të jetë ndonjë arsye e veçantë që e pengon personin që dashurohet të ketë të njëjtat ndjenja për palën tjetër. Nëse nuk ekziston asnjëra prej këtyre shkaqeve, atëherë të dytë e kanë dashurinë, domethënë jo të njëanshme, por reciproke. Po
Po ashtu, mendjemallësia, smira, dashuria për pozitën dhe armiqësia jo besimtarëve ishin arsyet që këta të fundit nuk i donin të dërguarit e Allahut. A më thonë çfarë? Nëse një person ka mendjemallësi, ka smir, ka xhelozi, sidomos ndaj pejgamberëve të Allahut, sidomos ndaj njerëzve të mirë. Atëherë çfarë? Ky i fundit, thot, këta të fundit nuk i donin të dërguarit e Allahut më shumë se sa veten e tyre, familjet apo fëmijët e tyre. Rasti më konkret është i Omerit radhiyallahu anhu, Omer ibn al-Khattabit, kur i thot ja Rasulullah, unë du më shumë sekret përveç vetvetes, thot. Përveç vetvetes. Edhe lën Rasuli alayhi salatu wassalam, edhe tu mendu Rasuli ky Omer ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu. Tash dietarët e kanë komentuar dhe kanë thonë, çka më bën mu dobi në ditën e gjykimit nëse unë e du më shumë vetveten para Rasulit alayhi salatu wassalam. Që ky Rasul alayhi salatu wassalam ka më ndërmjetësu tek Allahu azza wa jall për mua edhe për besimtarët. Atëherë kthehet dhe thotë ja Rasulullah, ti je më i dashur sa vetvetja ime, a thotë tash e ke arrit në një aspekt. E ke plotsu imanin tash subhanallah. Dhe kur ta don një person, Muhamedi s.a.s. më shumë se vetvetja, atë çka e gjendje me bo. Për atë arsye, sharja e Resulit a.s. tek muslimanët, apo karikaturimi që bën karikaturat, apo ofendimi ndaj Muhamedit a.s. këta nuk e din këta qafira, apo edhe e din, se e din se është çështje e ndjeshme, që ky Resul a.s. është më i dashur tek ne edhe se baba jon, edhe se nona jon, edhe se vetvetja. Pse po e themi kështu? Nëse baba ty për shembull të urdhënon mos me lëshu mjekrën, Resuli s.a.s. ka urdhënuar me lëshu mjekrën, kom pengon dhe. Çto i bën që Resuli s.a.s. pengon para pejgamberit, para babas apo para prindit. Dhe më thonë, përdesa ti e don Resulin s.a.s. në çat gjendje, mu çut dikush edhe me ta shajt, çështja nuk është hajgare. Unë shpesh i bëj krahasimet, se këtyre tipave du të më bëj krahasime. Nëse më falë në shprehje nënën tonde ta bëjmë karikatur, a nervozoheshti? A prekështi? Çdo e pash me një debat, njëri i tha tjetrit, tha çe po e zon, për shembull nëse nënën tonde tha ty ta bëjnë karikatur apo ta nënçmojnë apo ku e di une? Çe ngjati me po? U nervozu. Tha çka on kjo? Çka o ky shembull? Po. E për Resulun sa të sam 1 miliard njerëz për 1 miliard njerëz, e sa njerëz ditën e gjykimit e dojnë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për këto s'ka kur gjo, ha? Ta qesim një poster nënës tonde. Jo po se e gjojnë atë kontekstin, jo po është i gjallë. I gjallë atër ka mundësi me të ngrit pa dije ku e diunë. Mirë që ka vdik. Ka vdik nëna jote, apo baba jote. Edhe peqesim midis poster, midis shadrvanit peqesim ftyrën e babës tënd, edhe pjesësim një bombë për mi në kry, edhe pithëm terrorist. Çka ngjati me vo? Këtu po djeg, ha? Këtu po djeg. E Resuli alayhi salatu wassalam që 1 miliard, mbi 1 miliard musliman i çojnë urdhrat e tij në vend, këtu liria shprehjes. Njerëz të krisur. Pastaj thot, si tam tjetër, pasioni shërohet me arritjen e objektit të tij, por për të ka dhe ilaçe të tjera. Pasioni epshi vllazni. A ka mundësi më shëru epshi? Po ka mundësi më shëru. Janë disa metoda, janë disa mjete. Zakonisht pasioni është tek beqartë, se kanë pak më problem. I martumi është pak më ndryshe. Thot Ibn Qayyim, thot qëllimi është të themi që përderisa pasioni është një nga llojet e smundjeve, ai ka ilaç ose disa ilaçe. Po thot kështu, nëse ati që dashuron i është dhënë një rrugë e ligjshme për të arritur objektin e dashurisë, atë që kjo ilaçi vet. Ka epsh të madh, ka pasion të madh, e gjen rrugën e ligjshme për me ul këtë pasion. Nëse një i martuar ka aq shumë epsh sa që nuk mundet me çun vend pasionin e tij përveç se me marr gruan e dytë. Atëherë ky e ka domosdoshme me marr gruan e dytë që pasionin me çun vend edhe me kurru këtë pasion, epshin. Thot, Ibn Mesudi transmeton me një hadith nga pejgamberi alayhi salatu wassalam, i cili ka thënë, o ju të rinj, thot, cili do prej jush që ka mundësi mu martu, thot, le të martohet, thot. E ata që nuk kanë mundësi, le ta xhërojnë, sepse ky është ilaçi për ta.
Derisa ka caktu Allah subhanahu wa ta'ala mu martu agjëra vllaje. Sepse i riu ka epsh të madh, ka pasion të madh. Atëherë, me shu këtë epsh, këtë pasion, çka duhet me bo? Duhet me agjëru. Agjërohon e tajte. Dhe epshin agjërimi shumë e ullë. Kjo është ilaçi nga pejgamberi alayhis salam. Vetë Muhamedi alayhis salam na ka thonë që kush nuk ka mundësi mu martu, mundësit janë ndryshme, qoftë pare, qoftë derisa të vjen caktimi i Allahut, atëherë thot agjëroni, që me rujt veten, që mos me ra në haram, ndales tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Pastaj thot, personi prekur nga pasioni duhet ta bind veten që zjarri i zemrës për diçka të paritshme do të thotë shmenduri. Më thon, është normale. Dhe se kjo është një lloj si të biesh në dashuri me diellin. Për shembull, nëse një i ri nuk për momentin nuk është i martuar. Pse ti nuk e fokuson te koka jote që ti këtë pasion nuk mundesh me ndalë përveç se me agjërim ose me sabër, dhe s'ka ndryshe tjetër. Dhe do t'ja qesish, do t'a vendosish në kokën tonde që ky pasion, që ky epsh nuk mundet mu shfry përveç se në halal. S'ke halal, ki me bo sabër, edhe ki me fokusu kokën tonde dhe ki me thonë, mirë, a kom mundësi unë mu dashuru në diellin? Jo, të njëjtën gjatë thuj edhe vetvetes për disa çështje që për momentin nuk më mundesh mi arrit. Unë shpesh ju thom disave që kanë ankthë, depresione, mërzi, vezvese, ku e diune, konsideroj vetvetin që ki bo një shkelje penale, vepër penale ki bo. Edhe gjykatësi ta ka caktu që ti ki mu konë në burg 5 vjetë. Që ki me bo? Që ki me bo? A ki me pranu që ashtu që shështë? Apo ki mu qmend? Ki me pranu që ashtu që shështë. Atër pranoje dhe ti deri sa të martohesh. Deri në caktimin e Allahut pranoje që për momentin unë këtë sprove kam. Dhe kur ta fokuson në kokti, ajo kurot dhe bjerë këta ka dale. E jo ti mi marë shkaqet hala ma shumë me pas epsh. Shtimi i epshit qka? Shikimi filmave pornografik. Shoqërimi me femna të huja. Masturbimi. Ku e dion e bisedat çdo herë, dhe më thonë rreth këtyre gjërave. Ti, subhanallah, epshin tënë pëndzit o vloje. Ti pëndzit epshin tënë. Dhe sa Muhamedi alayhis salam po thot agjëro, që ky agjërim ty ta ul epshin. Pastaj thot nëse dikush nuk mund të arrijë objektin e dashurisë së tij për arsye se është feja që ja ndalon, atëherë ai duhet ta bind veten se realizimi i atij pasioni nuk është i mundshëm. Allah nuk e ka lejuar që të ndodhë ato për momentin. Kemë bëu sabër, s'ki tjetër. Ai duhet ta di se për të mirën dhe sigurinë e vetes duhet patjetër të heqë dorë nga ai objektiv. Ti po don? Po jo. Vlloti mund të kesh epsh për shembull për një gru që e shën televizion apo në video apo në Facebook apo në Instagram, po është nocion i paritshëm për ty ajo ndoshta. Ose siç e Ceki Belkaim i tha, dashni ndaj dillit komune. E çfarë më vë? Është nocion i paritshëm. Po disa të çmendur ai ki po martohen me drunin, ai ki vret. Pse se epshi mu po, po kjo çmenduri është. Kjo është logjikës është. Po martohen me çka? Me lopën. Po martohen me drunin. E ka marrë drunin, aty e ka vesh, edhe po martohen me drunin. E po është një rast në Kina, po nuk e di unë, po martohen me inteligjencën artificiale. A po të lojmin? Me inteligjencën artificiale po martohen. Tash krishterët në Gjermani e kishin bo, Jezusin me fol me inteligjencë artificiale. Shkon aty dhe o Jezus, po urna. Qa me bo, bëne e qështët. Se nuk e kanë problemat a përderi sa i kanë statujat në kish. Ata i kanë statujat, idhujt i kanë, këto sene i kanë. Ata nuk e kanë problema dhe me një zonin. Me fut kësi sene. Sa fe madhështore kemi na që i kemi ato limitet subhanallahu të islamit. Thot, nëse
Njeriu nuk duhet të parapëlqej gëzimin e një ore i cili shumë shpejt kthehet në dhimbje, para lumturisë së përhershme që është e pakrahasueshme. Një gëzim jetë shkurtër ta shkatron jetën. Sa është knatësia momentale e orgazmës? Në sekunda. Ta shkatron jetën. Jetën ta shkatron. Një knatësi disa sekundëshe e orgazmës gjatë marrëdhëniet intime ku është kulmi, është me sekonda që ty të shkatrohet jeta. Që ti si burr i martuar, që ti si grua e martuar, nëse tradhton për 10 sekonda, po don me shkatru jetën. Shkatron jetën. Jetën e shkatron. Me pas sheriat shtet islam, ti çfarë ekzekutohesh prej shtetit, gjykatave. Qoftë burri, qoftë gruaja. Po don jetës me dhon fund, po don me shkatru familjen, vetëm për një knatësi momentale. Pse si mendon këtë sene? Normalisht si mendon, sepse i ke bën mjetet për me shkudete zinaja. Sebebet i ke marr. Nuk i ke ndalu sebebet. Pse Allah në Kur'an e potencon thot largoni shikimet, ulni shikimet? Pse pejgamberi alayhis salam thot shikimi i parë është i joti, i dyti është i shejtanit? Pse e ka ndalu Muhamedi alayhis salam burra gra me nejt bashk? Pikrisht për çeta në fund. Sepse në fund ti nuk mundesh me nal vetin pastaj. Dhe çka? E prish familjen, e shkatron familjen, shkatron jetë fëmia jetim, se kur burri e merr vesh që gruaja ka tradhtu, atëherë nuk rrinaj. Normalisht që ka me të ndo. Nëse i sëmuri bëhet thellë ndërgjeshëm për këto fakte, atëherë humbja e dashurisë do të bëhet më e lehtë për zemrën e tij. Më thonë, nëse e ti e ki fokusun kokë, që kjo për momentin është e pa, nuk bëhet. Dhe koka ty ta fokuson këtë gjë që ti më nuk e bën këto, edhe kada ka dole ty të letësohet pastaj. Në fillim për shembull, kur ti të vjen një sprove madhe, të bjen si goditje e fuqishme. Pastaj me kalimin e kohës e menon, thot 5 jetën e komenaj të kry. Pingjej tash ditët, një ka muhe, kada ka dal. Edhe fokuson koka, po? A i ki pa për shama njerëzit 5 vjet, 6 vjet, 10 vjet, pas 10 vjete, kthehen në shtëpi, për shkak të sabrit, don Allah subhanahu wa taala, kthehen edhe rahatohen, disiplinon, burgjo disiplin. Pastaj thot, nëse përsëri zemra të përvuajturit nuk e pranon këtë zgjidhje dhe i la që i japim ne, atëherë ai të mendoj se çfarë pasojë shkatruese do t'i shkaktoj përmbushja e epsheve të veta. Thot dhe çfarë humbjesh do t'i sjell ajo, ai duhet ta kuptoj se përmbushja e kërkesave të epshit të shkaku kryesor i pasojave shkatruese në këtë botë. Veç menoje o ti i martum, veç menoje çfarë dënimi ki kur ti bën zina. Veç menoje. Dënimi i zinaçarit martum çka është? Sipas Islamit është gurzimi. Gurzohet me guraleca, jo me gura të mëdhej. Që këtë trupi me ndi dënimin. Për shkak të knatësisë së këtë trupi që ka bërë gjatë zinas. Nëse çto e menon, nalesh. Parat 10 sekondësh, 15-20 sekondësh, nalet njeriu. Dhe nuk bën zina. Pastaj thot, nëse të gjitha këto mënyra nuk japin rezultat, atëherë nuk ka zgjidhje tjetër përveç lutjes drejtuar Allahut, i cili u përgjigjet atyre që janë në hall, e që i kërkojnë ndihmë atij, le të trokas te porta e tij e ta los atë për ndihmë, duke shfaqur për ulje thjesht dobësi. Ata janë të udhëzuar drejt fundit të suksesshëm, çon pjesën e tretë natës, bën dua sinqerisht Allah, me ta largu epshin, edhe mu largu prej kësaj rruge, prej këtyre vezveseve të shejtanit, me lenë Allah zakonisht e më shumë tek beqart, apo se tek i martuar i vjen vezvesja, ka gruan, elhamdulillah, Allah azza e run apo nga veprimet e pa matura. Pastaj thot, askush të mos mashtrohet me hadithin e trilluar të përcjell nga Suwaid ibn Saidi prej Ali ibn Mushirit, ky prej Ebu Yahya el-Qattatit, ky prej Mujahidit dhe ky prej Ibn Abbasit radhiyallahu anhu, se pejgamberi sa ka thënë, çdo i sëmur nga pasioni që lufton me vetveten, me qëllim që ta ruajë nderin e tij dhe vdes, ai është dëshmor. Çdo sufit shumë e përmendin këto. Kurse që një person ka epsh të madh e ruan për hir të Allahut, ai vdes si shahid thot. Jo, kjo nuk është hadith i saktë.
Po ashtu thot, ndërsa sipas transmetimit tjetër thot, kush sëmurët nga pasioni, por e ruan derin duke bërë durim, atij Allahu do t'ia fal gjunat dhe do t'a fus në xhennet. Nuk ka si hadithi që e ka thonë Muhamedi alayhi salatu wassalam, dëshmor me kuptimin e tij të veçantë është njeriu që vritet dhe vdes në rrugt të Allahut subhanahu wa taala, dhe normalisht ka lloje tjera të dëshmorëve që i dim shtatzoni ai që bjerr prej lartësisë, prej dhimbjeve të barkut, zjarrit, ku diun të gjitha këto sene, mirë por nuk janë gradën e atij që lufton për hir të Allahut subhanahu wa taala. Pasioni është nga shkatruesit më të mëdhenj dhe më të fortë të mirësisë së zemrës. Ai është dehsi i shpirtit dhe penguesi i tij nga përkujtimi i Zotit, një lloj siç është edhe alkooli. Çfarë do të thoshim pastaj për ata që sëmurët nga dashuria e fortë për gruan e tjetrit, apo për marrëdhëniet me të miturit apo për salindurit, me thonë që ky ka shpërblimin e shahidit, a? Ky smut është. Vllazni, nëse një person ka epsh ndaj nonës vet, ai probleme ka. Du të më kontrollu. Nuk ki mundësi ti me pas epsh ndaj nonës tënde. Ai ka probleme psiqike në një aspekt, ose me gjin ka probleme. Nonën, tezën, se tezja është sigur nona, si vend nonës. Para ta sy ty të lejohet me net me nonën, të lejohet me net me motrën. Jo me flet me një krevet. Se nata nuk lejohet nat me një shtrat, as me nonën, as me qikën, as me motrën. Por se nuk ki epsh në gjendje normale, ti nuk ki epsh ndaj nonës. E natën, pse Muhamedi alayhis salam ka ndalu që një mashkull, një vlla me flet me motrën e vet me një shtrat, kur ti bëjnë 10 vjet apo? Pse? A e din që gjatë natës shejtani mund më ardh ondër mishti, edhe djalit edhe qikës? A e din që në ato raste nuk mund me kontrollu njeriu veten? Se din, është në ndër, është në agoni, ku e dine? Edhe me bo naj gjë që Allahu na rujt, mes motrës e vllajve, ndodhi mas nej. Po ndodh, pa vedije, se natë është, flen, ondra, shejtani, së ne kontrolon vetë vitën, ose e humb, dhe mund me bo një gjë që të merë është pas nej. Pra ata që Islami, në 1 milion raste, nëse një rast ka ndodh, ta ndalën, subhanallah, vetëm për me rujt lloj njerëzor. Po ti shohësh me kujdes mënyrat e vdekjes për të cilat pejgamberi sa ka thonë se ata janë dëshmor, ato janë të tilla që nuk kanë ilaç për të kuruar. Kështu për shembull janë vdekja nga shpimi me thik, nga mbytja në ujë, nga shtatzania, këto janë sprova nga i madhi Zot që në terminologjinë sheriatike këta janë dëshmor inshallah taala. Askush nuk ka dëshmuar nga Imam Ahmedi se ka vlerësuar këtë hadith si të saktë apo. Dhe për fund e kemi udhëzimi pejgamberit alayhi salam për ruajtjen e shëndetit nëpërmjet parfymit tash. Marrëdhëniet intime, dashuria sen këto i krytëm domethënë sot. Edhe ndërsi në radhës e kemi ruajtjen e shëndetit të syrit, pastaj domethënë i kemi disa kemi me hinë në kapitullin e ushqimeve. Për shembull, mas pari çka është rizi, çka bën rizi, molla, banane, portokalli, krejt senet i ka trajtu për çka janë. Domethënë gjitha ky është kapitulli i fundit që e ka trajtuar Ibn Qayyim el-Jauziu rahimahullahu taala. Aromat e këndshme ose parfymet janë ushqim i shpirtit. A keni vrit kur tani një aromë të mirë kënaqet njeriu. Ushqim i shpirtit. Thotë dhe di që shpirti është furnizuesi me energji forcave tjera të trupit. Thotë parfimi ndihmon trurin, ndihmon zemrën, organet e brendshme, qetëson shpirtin dhe zemrën. Parfimi e qetëson. Pastaj thotë aromat e këndshme janë substanca dhe ilaçe më të përshtatshme dhe më të parapëlqyeshme për shpirtin. Dhe ekziston një lidhje ngushtë mes shpirtit të mirë dhe aromës së mirë. Ja pse parfumet ishin më të dashura në këtë botë për zemrën e njeriu më të pastër, pejgamberit alayhis salam. Dhe thot Buhariu sjell një rrëfim nga pejgamberi sa i cili i pranonte gjithmonë parfymet që i dhuroheshin. Kur nuk e ka refuzuar parfymin. Pastaj thot,
Muslimi transmeton që i dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë, nëse dikujt i japi një rejhan, borzilok, mërsin, nuk duhet ta refuzojë sepse ai është i lehtë për të mbajtur dhe ka aromë të mirë. Po ashtu Abu Davudi dhe Nesaiu transmetohet nga në një hadith tjetër që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, cili do që jepet një parfim mos ta refuzojë thotë, sepse ai është i lehtë për të mbajtur dhe ka aromë të mirë. Në Musnedin e Bezarit është hadithi pe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i cili ka thonë, Allahu është i mirë dhe e do aromën e mirë. Dhe thot, ai është i pastër dhe e do pastërtinë. Ai është bujar dhe e do bujarinë. Ai është bëmirës dhe e do bamirësinë. Pastrojeni pra hapësira dhe sheshet tuaja. Paramendo. Pastroni hapësira dhe sheshet tuaja. Dhe mos u përngjani thot judejve, jaudive, që i grumbullojnë plehrat në shtëpitë e tyre. Por se ky hadith nuk është i sakt për shkak të merr pjesë në transmetim aty Khalid ibn Ilyasi, mirë po Taberaniu e sjell një hadith tjetër me senet hasan ku thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, pastrojeni shtëpitë tuaja sepse çifutët nuk i pastrojnë shtëpitë e tyre. A keni vëret në Perëndim vllazni? Shtëpiat përjashta, muret përjashta janë shumë të bukura, të zbukuruara, me bë me hin brenda shtëpiave tyre i rratmyt. Flicin. Më thonë për jashta, ti ku ta shesh shtëpinë e tyre, të na është e kundërta. Në shtëpiat mrena i majnë pastër, për jashta si këshyrim hiç. Apo? Ndërsa në Perëndim jashtë i zbukurojnë, ndërsa mrena nuk ka pastërti. Hinë me këpuca, hinë po. Hinë me këpuca, hinë për shembull e jo musliman, e ka një lloj ere, subhanallah. Tek shtëpiat e muslimanëve ka pastërti. Po flasim musliman tamam se ki edhe që nuk janë të pastër. Po ashtu thot është transmetuar saktësisht se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, me të vërtetë është drejtë e Allahut mbi çdo musliman që ai të lahet në çdo 7 ditë dhe nëse ka parfum të parfumoset me të. Do të thonë 700 zbën me kalu. Tash kur o vira ti edhe çdo ditë lash. A normal që ki mu la, se i rat vjen djerës. Ama këtu për të është obligim 7 ditë, nëse zbon me kalu 700. Mas shumë të jo 7. Aromën e mirë e pëlqejnë engjujt, ndër shejtanët e urrejnë pasi për këta të fundit më preferuar është era e rëndë, qelbur, shpirtrat e mirë i pëlqejnë aromat e mira, dhe në takimin e radhës me udhëzimi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam për ruajtjen e shëndetit të syrit. Çka duhet me përdor për sy, për me ruajt shëndetin e syrit. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahu ju shpërblet.